Një ditë pas prezantimit të draftit për referendumet, Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një seri takimesh në kryeministri me drejtues të rëndësishëm të qeverisë. Fillimisht, në zyren e tij ka mbërritur kreu i grupit parlamentar të PS, Tauland Balla. Sipas burimeve, në fokus të këtij takimi ka qenë strategjia e komunikimit lidhur me draftin e ri për referendumet. Pjesë e diskutimeve kanë qenë edhe zë kryeministrja Albana Kociu, ministri i shtetit për pushtetin vendor Ervin Demo, si dhe ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Ndërkohë, gjatë paradites, kreu i qeverisë ka vijuar takimet, duke pritur në orën 10 ministren e financave Delina Ibrahimaj, së bashku me stafin e saj. Në ambientet e kryeministrisë është parë gjithashtu edhe kreu i ri AKSH Igli Tafa, ndërsa pak më herët kishte mbërritur sërish ministrja Eriona Ismaili. Këto lëvizje vinë në një moment kyç politik, pas prezantimit të draftit për referendumet, i cili pritet të shoqërohet me një fushat të gjerë komunikimi nga mazhoranca.